Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, nëse vuani nga këto sëmundje nuk duhet të hani hurma. Hurmat përmbajnë vlera ushqyese fantastike, por ka disa raste kur ju nuk duhet që të konsumoni hurma. Mos konsumoni hurma me stomakun bosh. Kur jemi të uritur, stomaku sekreton më shumë acide tretëse. Hurma ka disa substanca që nëse bashkohen me acidet e stomakut munden që të formojnë gur, ulçëra, gjakderdhje dhe probleme të tjera serioze në stomak. Mos konsumoni shumë hurma në të njëjtën kohë. Hurma përmban shumë karbohidrate dhe konsumimi i tyre në sasi të lartë shkakton ndikime negative për dhëmbët, nivelin e sheqerit në gjak, por edhe tek oreksi ynë. Përveç kësaj, tanina e gjendur tek hurma mundet të ndikojë edhe në përthithjen e elementeve si kalciumi dhe magnezi. Nuk duhet të konsumoni hurma së bashku me fruta deti. Tanina tek hurma mund të bashkohet me proteinë, kalcium, duke formuar një mbetje në stomak. Kjo përbërje stimulon organet e tretjes si stomak, zorr e të tjerë dhe gjithashtu shkakton kapslok dhe fenomene të tjera. Konsumojini hurmat pa lëkurë. Disa prej nesh parapëlqejnë konsumin e hurmës me lëkurë, por lëkura e saj ka më shumë tanin dhe ajo mundet që të krijojë mjaft probleme në stomak, prandaj këshillohet heqja e lëkurës. Nga ana tjetër, përveç rasteve kur ju nuk duhet të konsumoni hurma për disa arsye shëndetësore, nuk mund të lëm pa përmendur faktin se hurmat janë të pasura me ushqyes dhe ato kanë vërtetuar se janë aleat të vlefshëm për zemrën dhe gjithashtu rregullojnë funksionet e zorrëve. Fruta ushqyese dhe të pasura me energji të cilat kanë vlera laksative dhe diuretike. Ato janë gjithashtu të pasura me kripra minerale, veçanërisht kalium, të cilat janë edhe thelbësore për ruajtjen e lëngjeve në qelisa. Shquhen për sasinë e lartë të vitaminës C, veçanërisht tek frutat të cilët janë edhe shumë të pjekur. Kur ajo është e papjekur, është e pasur me tanin e cila i jep një shije të idhët. Në fund të procesit të pjekjes, tanina zvogëlohet ndërsa sheqernat do të rriten, duke i dhënë hurmës kështu shijen e saj tipike. Të gjitha këto përfitime munden që të jenë tërësisht të dobishme për ata persona të cilët vuajnë nga anemia. Të shkëlqyeshme kundër kolesterolit. Hurmat gjithashtu e mbrojnë zemrën tonë dhe ndihmojnë në zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare. Të pasura me antioksidant, me fibra dhe me minerale, ato parandalojnë aterosklerozën koronare dhe ndërlikimet e saj. Përveç kësaj, flavonoidit të quajtur astragalin që përmban, redukton presionin e gjakut dhe i ndihmon ata të cilët vuajnë nga hipertensioni. Kjo do të thotë që të kesh një zemër tepër të shëndetshme. Rregullator të shkëlqyer të zorrëve. Hurmat gjithashtu janë një mik tepër i çmuar për ata të cilët vuajnë nga kapslloku ose koliti. Në fakt, ato ndihmojnë në rregullimin e funksioneve të zorrëve. Përmbajtja e lartë e fibrave, 2,5% në 100 gram produkt, e bën atë një ilaç të jashtëzakonshëm kundër kapslokut dhe mbajtjes së ujit. Në fakt, fibrat janë tepër të çmuara për të rivendosur florën e zorrëve dhe për të ndihmuar në ruajtjen e një mikrobiomi tepër të shëndetshëm. Gjithashtu, ne këtu do t'ju tregojmë se kur duhet të hani hurma dhe sa. Kundër kapslokut, nëse vuani nga kapsloku ose mbajtja e ujit, rekomandohet që të merrni një hurmë në mëngjes kur trupi është më i pranueshëm. Në këtë rast preferohet që hurma të jetë e pjekur mirë, pa fara ose lëkurë. Në qoftë se vuani nga koliti, hurma duhet të konsumohet në mëngjes, por ajo duhet të jetë
pak e papjekur. Gjithashtu, hurmat janë mjaft të dobishme për shëndetin ton dhe ne këtu do t'ju tregojmë ende disa nga përfitimet e saj. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se hurmat kanë efekte të shkëlqyera për shëndetin tuaj, pasi 1 hektogram i këtij fruti me lëkurë të verdhë në portokalli siguron 65 kalori dhe përbëhet nga 80% ujë dhe 18% sheqer, me gjurmë të proteinave dhe të yndyrave, ndërsa ka rreth 2,5 fibra. Hurma gjithashtu përmban një sasi të lartë të kriprave minerale, veçanërisht kalium, kalcium, fosfor dhe vitamina A, C dhe B. Duke qenë e pasur me vitamina dhe me beta-karoten, hurma gjithashtu siguron në organizmin ton një sasi të mirë të antioksidantëve të cilët kryejnë një veprim parandalues kundër sëmundjeve të këqija. Është një frut shumë energjik dhe ai rekomandohet veçanërisht në rastet e mungesës së oreksit dhe për ata të cilët praktikojnë rregullisht sport. Megjithatë, hurma është një frut i cili nuk rekomandohet në rast të diabetit për shkak të indeksit glicemik që shkakton një rritje të papritur të sheqerit në gjak. Gjithashtu rekomandohet që të konsumohet në mënyrë të moderuar edhe në rastin e mbipeshës dhe obezitetit për shkak të përmbajtjes së lartë të kalorive. Përfitimet shëndetësore të hurmave: forcojnë sistemin imunitar. Siç e kemi përmendur, hurmat përmbajnë vitaminë C, e cila forcon sistemin ton imunitar, prandaj ky frut është mirë që të serviret në tryezë, sidomos në periudhën e ndryshimit të stinëve për të na mbrojtur ne nga virozat tipike të vjeshtës. Sipas ekspertëve, parandalon edhe sëmundjet kardiovaskulare. Dhe jo vetëm, hurmat favorizojnë edhe absorbimin e hekurit, një laksativ i shkëlqyer. Duke vepruar drejt për drejt në mëlçi dhe në zorr, hurmat janë një laksativ natyral fal taninave dhe fibrave të pranishme pikërisht tek tuli i tyre. Dhe nga ana tjetër duhet të dini se hurmat janë fantastike dhe që të përfitoni maksimumin e benefiteve të tyre, ato duhet që të jenë të pjekura mirë. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se hurmat janë edhe diuretike. Për këtë funksion, këto fruta të shkëlqyera duhet të hahen që në mëngjes dhe të papjekura mirë. Në këto kushte, ato do të bëhen një diuretik tepër i shkëlqyer fal përmbajtjes së kaliumit. Për energji, hurmat gjithashtu konsiderohen si një frut ideal edhe për fëmijët, ata që merren me sport dhe personat astenik, pasi kanë veti të shkëlqyera energjike fal sheqernave që përmbajnë. Mask fytyre me hurma. Fal përmbajtjes së lartë të vitaminave dhe të kriprave minerale, hurmat gjithashtu janë një ilaç jo vetëm për shëndetin, por edhe për bukurinë tonë. Ato kanë efekte të shumta të dobishme për lëkurën dhe për flokët. Për shembull, tuli i hurmës mundet që të përdoret si një maskë bukurie për rigjenerimin e lëkurës së fytyrës. Mjafton që ta lini të veprojë për 5 deri në 10 minuta për ta lejuar lëkurën që të thithë të gjitha benefitet e saj. Për një efekt kundër rrudhave shtoni edhe disa pika vaj ulliri. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!